Për krejt ju që doni me përgatit pilav edhe me ju mbet kokra, atëherë shikoni videon për ta kuptuar edhe recetën edhe çfarë pilavi duhet me përdor për me ju mbet kështu kokra. Fillojmë. Është mirë gjithmonë kur përgatisni pilav, sidomos për mysafir, me përdor këtë lloj të pilavit. Përgatitet shumë shpejt edhe asnjëherë nuk ju çulloset, pra mbetet kokra edhe bëhet tepër i mirë, por gjithashtu përgatitet shpejt. Tash mas pari, po e vlojmë ujen, përafërsisht 1 litër ujë do të na nevojitet për këtë recetë, po unë po vloj pak më shumë edhe po e hedhim në tenxhere. Ujë të vluar. Tash nuk po e shtojmë krejt ujit, përafërsisht 1 litër ujë, edhe këtu do të shtoni gjys luge të gjellës me kryp. Pastaj presni që të vloj pak ujë edhe vazhdojmë edhe i shtojmë këto keset të mbushura me pilav. Pra është pilav që vërtet ja vlen me provu një recetë e shpejt. Vetëm keset do i shfutni kështu në ujë të nxehtë, val, edhe tash do të presim që uji të filloj edhe të vloj, edhe kështu na zihet pilavi përafërsisht 15 deri në 18 minuta. Nëse e leni nuk prish punë, ju do e shikoni dhe do e kontrolloni edhe udhëzimin që shkruan në paketem, se për sa minuta duhet me uzi, por zakonisht ju shkruan 15 minuta, por unë gjithmonë i la pak më shumë, do me thonë dykon edhe një 2-3 minuta të tjera, edhe pastaj e kena gati. Pasi të zihet, po e vreni që shmbushet kesja plot, sepse fryhet pilavi, pra zihet, kur zihet edhe fryhet më shumë, edhe tash kështu pilavi është shumë shpejt gati, edhe e keni gati, nuk ju prishet, edhe nuk e keni dert se keni gajle, si themi ne. Nëse keni mysafir, pa problem e përgatisni, sepse nuk prishet asnjëherë nëse e përgatisni në këtë mënyrë edhe këtë lloj të pilavit. Pra tash po e hapim kesën për ta parë si duket pilavi në brendësi, a është zi ose jo. Vazhdojmë. Thash, kjo është një nga mënyrat më të lehta edhe më të shpejta për me përgatit pilav. Pra s'keni kur një farë frige, a ka me u boj mirë ose jo, sepse vërtet bëhet shumë i mirë. Nëse e provoni recetën, ju boft mirë. Ata që e kanë provu veç më e din, mundeni me kombinu edhe me perime, nëse doni, po nëse jo, atëherë shoqëroni me mish të bardhë edhe me salcë. Unë pra do ta shoqëroj me mish të bardhë edhe pak sos. Tash po vazhdojmë edhe po ja hedhim sosin mbe, edhe tash krejt është gati. Recetë shpejt për me përgatit. Mirëmbëjtje deri në recetën tjetër të radhës.